problem madhor dhe në rritje. Vetëm muajt e fundit ka patur vrasje dhe plagosje në shkollat tona. Disa jo një. Një qëndrim krejtësisht tjetër ndaj dhunës në shkolla do mbahet. Toleranca do t'jetë zero. Nga ana tjetër, shkollat do kenë si orar, jo orarin e mësimit, por 8 orë, në mënyrë që fëmijët të qëndrojnë, të mund ushqehen dhe të bëjnë dhe detyrat dhe mësimet në shkollë dhe familjarët të kryejnë detyrimet në punë që kanë. Çështja e shkollave është çështja e dhunës në shkolla është një çështje madhore edhe e familjeve, të cilat nuk duhet kur të pranojnë të çojnë fëmijët armatosur, që fëmijët e tyre të shkojnë në shkollat armatosur, por dhe të mos kenë asnjë motiv për ta bërë këtë.